si pasojë e mos respektimit të afateve të caktuara për pastrim, Allahu te barek ve teala me mbush zemrën nifak. Me mbush zemrën nifak. Sikur se për Allah xhallahu në surën At-Tauba. Përmend se domthon kanë kërkuar nga Allahu xhallahu domthon që Allahu më i furnizu kremon sadaka kanë më mirë kur jo s'kan bu. Ka rajt, kanë mashtru. Fa aqabhum nifaqan. Allahu tha dhe i vulosëm me nifak. Allahu na rëthon. Vule. Andaj të ndrozë këto mësime, këto kuptime që po i marrën, nuk duhet me kuan ashtu si valla mirë, ti kom seriozisht. Kjo mirësi Allahu që Allah na ka mundsuar me marr të kuptime, këto gjëra të rëndësishme që janë shpëtimi jon në dunjën e ahiret. Mirë, po jo me bom tash pun njëri me zgat litarin sa do tema për shembull banale me qenë prezente në mesën me vite. Mjaft mo të sene banale, mjaft mo të sene që s'na takojnë mo, mjaft mo. Kuptohet në fillim të udhëzimit, një vjet, hajt ka ndodhur, hajt deri kur mo musliman trajtohen në kësi niveli do me banalitetet që realisht nuk shpërfaqin as minimumin e mësime që janë duke i marrë ato. Kjo rrezik që Allahu xhallahu ala mund që me sjell dënimin, fadamdama alehim rabbuhum bidhanbihim. Ja u sjell Allahu xhallahu ala dënimin bidhanbihim, që pasojë më ka që kam bidhanbihim. Dëmdëm çka dëmdëm. Dëmdëm është një vazhdimsi, një vërshim dënimesh ato. Allahu xhallahu ala thamun e ka dënu me një zë të tmerrshëm nga lart edhe me një dridhje të tmerrshme nga poshtë. I ka qenë dy gujt, edhe kanë mecit softira të ngurdhura brenda shtëpive tyne. S'ka mund kush me lëviz ato. Dënimi i Allahut është rrapt, nuk bën më tall me udhëzimet e Allahut xhallahu ala. Allah i jep afat, Allahu mëshiron, Allahu kujdeset për udhëzimin e njerëzve, i pret, jep mundësi. Po kur njerëzit gjitha këto mundësi i marrin për tallje, për hajgare, edhe nuk i respektojnë, dënimi i Allahut është i dëmshëm. Dënimi i Allahut është i dëmshëm. Fadamdam alayhim rabbuhum bidhanbihim fasawaha. Allahu tha, krejt njëjtë i ka dënuar Allahu xhallahu. Krejt njëjtë. Pse krejt njëjtë? Qysh njëjtë si ai që ka thënë, si ai që ka thënë. Pse? Krejt janë barabartë. So më nësi kush e ka fut thikën devës, o më nësi kush e ka inkaraju. Prandaj të ndrozën në të keqen, krejt dënon. Edhe ai cili flet, edhe ai cili vepron, edhe ai cili hesht e flet. Krejt janë barabartë. Fasawaha. Për shkak se e keqja ka ndodhur si pasojë e pjesëmarrjes kolektive të të gjithëve, secili me pjesëmarrje të caktuar në këtë keqje. Dhe besimtar duhet që kaqë të keqjes me lut një rol konstruktiv, me çka ka mundësi. Çka don pejgamberi sa? Domthon me dorën e tij, s'ka mundësi me dorë, me gojën e tij, s'ka mundësi me gojë, s'paku me zemër. Urreje të keqen, mos bashkëto me të keqen, mos bashkëto me mëkatin, mos bashkëto me devijimin, mos e normalizo. Urreje tenton forma të caktuara me ndryshu, spaku minimalisht në vetën tonë, spaku në rrethin tonë, në familjen tonë, lëviz, por nëse vjen dënimi i Allahut dhe vjen hidhrimi i Allahut xhallahu ala, ti je i përjashtuar për faktin se ti e ke bëra që ke pas mundësi atë.